Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje kudo që na ndiqni. Tashmë gjithçka është e qartë, secili di vendin e tij në listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme që mbahen me 7 qershor. Kush pati debat. Duket se gjithçka është e mbaruar tani, kanë një objektiv të gjitha partitë së paku në diskursin e tyre publik se si ta mobilizojnë votën në këto zgjedhje të jashtëzakonshme për përbërjen e re të legjislaturës së 11. Kanë ftuar ato që është mediatizuar mbase më shumti përmes rrjeteve sociale, media patjetër, kandidatin e Partisë Demokratike me numër 103. Besoj edhe e dini se kush është Qendrim Kryeziu, natyrisht për shkak të arsye profesionale prezantoj. Përshëndetje Kryeziu. Përshëndetje zotëri Berisha. Të përshëndes këtu nga kjo pamje, nuk mund t'ju them kaotike, por jo shumë e këndshme e arkitekturës se kryeqytetit shihet një gjysmë залlamahie, një planifikim gati kaotik urbanistik në nevojë. Që duket ndryshe. A keni qenë në New York? Po si jo. Disa herë. Besoj se keni pa pallatët njëjtë si këto mashpinës janë të njëjta, identike. Kryeziu. Kështu që ky shteti këtë i ka. Çfarë po bën tash? Ka mbaru rrëfimi kush është në listë, kush mbeti në listë, ke po këtë numër, e zgjodhe vet? Po vetë e zgjodha. Dhe nuk do ta ndroj derisa të dha fund politikës. Do ta mbaj këtë numër. 103. Po 103. Sepse gara për numra ishte e madhe. Po renditet në pjesën e parë të 10-ve, të 20-it, të 30. Për mu është budallak puna numrit, sepse njeri e bën numrin, edhe numri nuk do të thotë asgjë. Veprat e ndërtojnë numrin, dhe kudo që ti je, njerëzit kanë me të gjetë nëse ke vepra të mira edhe nëse i ke shërby vendit. Çka janë zgjedhjet për ty? Për mu numri pak ka rëndësi. Çka janë zgjedhjet për ju? Zgjedhjet saj radhe. Sepse herën e dytë po zgjedhjet saj radhe nuk është që i kishim me shefin ton. Nuk ishim përgatit për zgjedhje. Na ran pa përgatit sepse është dëshira prapë kryeministrit Kurti që t'i bëj këtë zgjedhje, sepse nuk është i gatshëm ta vazhdojmë udhëheq vendin. Dhe zgjedhjen e vetme që e kishte që ta çonte vendin në zgjedhje. Për çka kandidon në këtë zgjedhje? Unë kandidoj për t'i treguar edhe herën e kaluar se na kryjm punë. Na kem projekte, kem vizionar, jem shtet ndërtues të vendit. Edhe kur kem pas vizionin për me ndërtu këtë vend edhe me zhvillu këtë vend, kem edhe vizionin me vazhdu për parimin e tij përpara. Kështu që do të kem një fushat ekskluzive. Boll ekskluzive ka qenë e kalumja, po kjo do të jetë ende më ekskluzive. Si të thrasin në terren? Në terren, shoqëria në thret, o zotëri deputet, disa kryeministri në ardhje, kështu që përveç 103 ata gjithë e din. Çka është gjëja që të bën muni më mirë teksa je në terren me njerëz? Gjëja që më bën muni më mirë, thonë, a do të jesh ky qendrim që mban tani edhe në parlament. Sepse jena mësu me ndryshu njerëzit kur shkojnë mbrana. Dhe unë nuk kam nevojë me ndryshu mbrana, sepse disa ndryshojnë ndoshta nuk e di pse, s'du ta them edhe arsyet që dëgjoj, por unë nuk më varna nga pagat që shkoj mbrana aty edhe për më ndryshu ose më bëj servili dikujt. Unë shkoj me zonën e qytetarit edhe kërkesat e qytetarit që janë në nevojë jetike për një jetesë më të mirë. Cila o brenga juaj? Sepse unë vetë si investitor këtu. Cila o brenga juaj që po hyn me lejo? Është edhe brenga kjo që po. Cila është me lejo ta bëj pyetjen? Cila o brenga konkrete e juaja teksa vendi po pritet të mbajë zgjedhje? Po brenga para zgjedhjeve unë kam një breng tjetër vëlla. Na kem të lashëm me shprazjen e vendit. Sa shumë është derë gjak për këtë vend, edhe më shpraz sot vendi është kaotike, është gjë e çmendme. Na duhet më kriju njerëzve vende pune, na duhet më kriju njerëzve jetesë më të mirë, jetesë më të lumtur, kushte më të mira. Pse mos më kriju ato kur ke mundësi? Si përgjigjet PDK-ja këtyre zgjedhjeve? A ka platformën konkrete, vizionin konkret që krym punë edhe që ju përgjigje? Po kam pas shumë, me lejo, krejt kësaj tërësie të problemeve që i paraqet.
Kam pas shumë polemika, Me çfarë shumë dilema. me çfarë dëgjuar flet PDK në këtë zgjedhje? Këtë zgjedhje është ëmbëlsira përfund. Partia Demokratike do të jetë fituese e zgjedhjeve. Dhe do të jem parë, do të jem fitues dhe do t'i rregullojmë të gjitha institucionet bashkërisht me parti tjera. Ju tha se kryeni punë. Po kena kry gjithë. Kena si Ruvenin, kena bo institucionet e para, duke shpall pavarësinë e Kosovës, të gjitha këto projekte që po i shkeljen tonat, janë Partisë Demokratike dhe të njerëzve të sajna. Cilin projekt madhore kanë kry këta tjertë? Ma gjenja. As shpallin e pavarësisë, as ndërtimin, as rrugët, as shkollat, as asnjë gjë. Për çka ka nevojë Kosova sot? Kosova nevojë ka sot për hapjen e investitorëve, me investu në Kosovë. Ka nevojë për me hap vende punë të reja, të cilat nuk po ndodhin. Po i largohen investitorë strategjik, po largohet çdo kush, nuk po krijohen kushte, nuk është vend që sot garanton me bo biznes. Është nga vendet më të rrezikshme të botës për me bo biznes. Kjo është e tmerrshme, na këto duhet me hije, me përmirësu dhe me rregullu këtë farë problemi madhor. Çka të pikëllon më shumë kur je në terren si afarist? Më pikëllon çmimet e larta, cilat janë detyra e qeverisë, me rregullu. Janë probleme që njerëzit nuk mund ja përballu me ja dal muin, sepse ato problemet ty janë edhe problemet mia. Ato ne kam thonë çdo sa herë, mu nuk kam vënë në Kosovë pa njerëz. Nuk po më jetu në Kosovë pa njerëz. Kosova është luftuar deri gjak mushteru me qenë e lirë, e pastër dhe me punu gjithë për të. E jo sot më largu 3-400.000 banor për 3-4 vjetë. Nuk mund është mi rekuperu ata me njëherë. Nuk mund është mi rikthy ata me njëherë. Më ardhët jo është desht mund dhe sakrificë mi posti ata njerëz. Në vend se mi hap vend në pune, vend se mi hap rrugë me punu, vend se mi leju me punu, e disa sfida është me bu biznes për në Kosovë sot. E disa sfida është. Pse është sfidë? Pse është sfidë sepse nuk respektohet asë një rregull e ligjeve të Kosovës. Vetëm i forti punën. Vetëm ai që e bën menën me dek për punë. Nuk është për e kënë rregull, nuk është normale. Nuk funksionojnë gjykatat, vjesin land me vjetë në për gjykata. Vetë personalisht kam cindra land në për gjykata që i shtyjnë me gjykë se shtyjnë shoqënia duke më ndihmu. Nuk është normale kjo. Nuk është normale me të ty një land 5-6 vjetë ty fëmija të shkon në shkollë me të lindë. Nuk është normale kjo me prit një vendim që do të më morë mrena 2 ditë, 3 ditë, ose pozitiv ose negativ. Edhe me alëshu rrugën land proceseve tjera gjyqësore. Jo një land me të prit 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë. Nuk janë, qëto janë që dëmtojnë biznesin, qëto janë që shkatrojnë biznesin për me punu. Vetë sot blokada që janë bërë për landëve në gjykat, kalën mbi 20 miliard, mbi 25 miliard domi që është në bizneseve në për gjykata. Janë pronat blokume, pagesat pa pagume, të gjitha që ju kanë drejtu gjykatës për një zgjidhje dhe nuk marrin drejtim. Ju po hynë në zgjedhje me premtimin e madh që Ne kemi hyrë në zgjedhje si parti me premtimin e madh që do t'i ndryshojmë gjanat dhe do t'i vazhdojmë aty ku i kemi lënë. Do ta ndërtojmë vendin ashtu siç i ka hije. Do t'ja kthejmë buzëqeshjen çdo personit në Kosovë. Do ta kthejmë buzëqeshjen edhe te plaku, edhe te mosha mesme edhe te rinia. Sepse pjesa më e madhe e popullit janë në depresion, nuk dinë si m'ia bë. Jetesa sot është sot për sot, nuk është as sot për nesër. Sepse është një vend kaotik, një vend me krizat të një pasnjëshme, shtrejtim të çmimeve, të energjisë elektrike, kështu që as nuk mundesh me mendu çka ndodh sot për sot. Se sot nuk bën planifikim të rrymës me blejë qeveria, ta shtrejton faturën tunaj të shtëpia, ti as nuk e di çka ndodh me faturën tonë. Ndoshta në mend gjë se paguën me një çmim tjetër rrymën, mas ditë paguën me çmim tjetër, që e kanë blen treg. Nuk janë gjendje me siguru energji elektrike për shembull për 6 muaj në ardhshëm ose një vit në komplet vitin. Edhe kjo ty ta determinon edhe çmimin e tregut, edhe ushqimor, sepse energjia është tani kryesore nëpër markete. Unë dëshiroj të jem votuesi juaj në një situatë hipotetike. Pse du ta jap votën, zoti Kryzju? Ka shumë, janë 103 arsye për më dhënë votën. E para janë qëndrimet e mia që s'ka ndryshu asnjëherë. Tash e sa vjet që jam fytyrë publike, nuk ndryshoj për askënd.
Këto qëndrime që i kam tani do t'i kem gjithmonë, sepse jam rrit në atë frymë familjare që t'jemi drejt për drejt dhe t'jem me popullin. Dhe arsye ka shumë. Njëra kryesorët është që do t'a bëj zgjidhjen esenciale për këtë vend sigurimin e energjisë elektrike nga investitor të ndryshëm strategjik. Do të ndihmojmë dhe do t'a rregullojmë çdo ligj që bllokon dhe dëmton sot bizneset në të bëmin biznes. Sepse bindu mu që të jap votën në një situatë me 2-3 fjalë. Unë dëshiroj të marr pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Mia probleme ka pas ndoshta qindra, po me qeverisjen e zotrit Kurti janë bë me mia. Sepse nuk janë 6 ditë. Unë e them këto rregullisht gjithkohë, nuk janë 6 ditë, nuk janë 6 muaj. Po janë 6 vjet që nuk është punuar si gjë këtu. Këtu i bjen si me fillu pas luftës, çdo gjë prej zerrës edhe një herë. Qatë që është shkatru çdo gjë në vend. Nuk ka asnjë ekonomi, kanë ardhur me një shpresë, kanë mashtru popullin që kemi bë këto, kemi bë ato, s'kan bë asnjë gjë. Këto janë shumë problematike çka do bë. Ju do të vazhdoni punën aty ku e keni lënë, po thonë. Ne do të vazhdojmë punën edhe projektet aty ku i kanë lënë kolegët tonë, sepse unë s'kam qenë pjesë e proceseve të mëhershme. Unë kryesisht fokusin e kam tek ekonomia, ku është që ta ndërtoj ekonominë, ti heq barrierat, sepse si investitori di problemet e çdo biznesmenit në Kosovë, çdo investitorit në Kosovë. Si quhet një biznesmen në Kosovë sot? Sot Gaxhumi, po. Vëllai ekskluzivisht quhet me atë mos çona. Sepse asnjëherë nuk je i gatshëm me pas stabilitet në Kosovë. Pjesa më e madhe e shokëve që kanë dalë jashtë sot vitin e fundit janë më stabil se sa me jetu në Kosovë. Dhe nuk ja vlen si investitor as me jetu, as me investu në Kosovë. Kjo është një gjë të mëshme çka e thon, po është realitet. Nuk është që ma do zamra me thonë, po s'po kam çfarë pa e thonë. Kushtet janë të tmerrshme, shka ndodhin në Kosovë. Se zgjodha rrugën për parlament. Zgjodha për parlament që mi hek këto gjëra të mëshme shka të ndodhin. Na duhet me pas stabilitet, duhet me pas njerëz vizionar, duhet me pas njerëz që dojnë vendin, që ja dojnë të mirën këtij vendit, që ja dojnë të mirën qytetarit. Jo me dalë me bo pazare, me rry, me Vukhamoviqat na, tu që janë me ndërtu kontrol globalin këtu. A humbëm edhe punën e gazit Amerikan. Ne këshëm siguru edhe shitjen e të ngjillet, e këshëm siguru çdo gjombre. Po këta e kanë krytë në Serbi e në Rusi. Shefi tyne është me ble rrym prej Serbijës. Ti thua kështu një shqiptari duket pak paradoksale. Jo më s'ka që kam një duk paradoksale. Le të regojnë bizneset e Vukhamoviqit, a janë shqiptarit atë kujnajnë. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Kujnajnë ato biznese. Nuk janë as Amerikanit, as të Evropianit, për janë Serbë. PDK, kur ishte në pushtet operoj me një buxhet mjaft e kufizuar, ishte në pushtet është mirë me ditë qytetarët. Sa po ti kishit këto 20 miliard që... është mirë me ditë qytetarët, se për 4 vjetë sa ka udhëheq, për 6 vjetë sa ka udhëheq, zotëri thotë që në pushtet i ka pos 4.9 miliard euro. Dhe me 4.9 miliard euro janë bë 220 km autostradë. Është autostrada Ibrahim Rugova dhe Arbër Gjaferi, që janë 2 projekte madhore që sot nuk po janë gjendje as me mirëmbajt. Vitin e kaluar kem pos dikon një 10-15 persona që kanë humbur jetën vetëm muajin nëntor-dhjetor në autostradën Ibrahim Rugova. Dhe sot e 3 vjet nuk pastrohen rrugët aty. Do të thotë është ndërtu me shumë pak pare, dhe sot më shumë kanë shpenzu për me mirëmbajtje dhe se kanë pastru, se sa që bëhet me ndërtu. PDK, thatë se krymë punë, po ta kishte këtë buxhet, gati 20 miliard, që e kishte qeveria Kurtit, çfarë do të bëni me Kosovën ekonomike, me Kosovën kulturore, me Kosovën zhvillimore? Po të kishim ato 20 miliard euro ne, që shi ka posë zotëri Kurti, do të dilte fjala Kadri Veselit. Kosova do të bëhej më bukur se Zvicra. Por unë kam thënë gjithmonë më ndryshe se do të bëhej më bukur se Dubai, më bukur se Manhattani. Sepse mi pas 20 miliard euro dhe mos me di çka me bo me to, vetëm këtu është një problem. Se kryeministrit kush puna marrë nuk i ka thonë. Dhe një njeri që nuk din mi thonë
puna marë, ai nuk din me udhëhiq. Sa ai nuk është mësuar me pas sanat edhe me punuan. Kështu që ai nuk është as punëtor, as nuk di me punu, as nuk ka vizion me punu, ai vetëm me shkatru. E pyetja fundit, se do të kemi edhe të tjera emisione e intervista besoj, në kohë të zgjedhjeve, kur është koha dedikuar për kandidatët e caktuar të partive politike, në këtë rast pa diskutim edhe me ju, Kryziu. Zgjedhjet janë me, e thash po e përsërisë edhe njerë, me 7 qershor. Dhe interesi juaj është që t'jeni pjesë e kuvendit, e asaj foltore ku do të dëshirohet ndëgjohej zëri juaj. Ju thatë se nuk dyshoni. Siç që jeni tash, do t'jeni edhe aty. Sa e shini rrugë të vështirë kapërcimin e këtij, nëse mund ta them, referendumi popullor, legjitimitet që janë zgjedhjet. Nuk është e vështirë, sepse populli ja dha mundësinë me 51% me udhëheq edhe nuk kanë gjendje me udhëheq. Edhe sot fryma edhe në tek njerëzit, po e shohim se është në favorin tonë edhe në anën tonë, edhe nuk do ta zhgënjejmë asnjënin. Sepse na me të vërtet kena kry punë, po kësaj radhe kemi kry punë edhe një 10 herë më shumë që me pa për një me, se kush është për këtë shtet, edhe kush e don për një me këtë shtet. Kështu që pa frikë ka çdo qytetar që ne do të punojmë që me a rregullu mirëqenien dhe të mirën e çdo qytetarit në këtë vend. Se na me vetë financime i kena bu këto investime, këtu pa ndihmën e askujt. Jo me hy aty mbrana, për shembull, edhe me pasën 20 miliardë euro në dorë, e pas 2 milion euro ti bën 1 milion ndryshime. Jo me 20 miliardë euro, po kur s'din njeri, me udhëheq, kjo është. Zgjedhjet janë edhe paktit. Zgjedhjet kanë fillu. Edhe paktit, fushata ende nuk ka fillu. Zgjedhjet, dita votimeve. Kanë fillu. Dita votimeve. Zgjedhjet kanë fillu, fushata ka fillu. Edhe zonja Osmani, edhe Zotri Kurti janë duke bo fushat, vetëm po kam qef me ditën që të gjerimet që i kërë zonja Osmani, se qka dojnë me na qitë në dritë. A do të tregoj realitetin komplet zonja Osmani edhe për rastin Banjska, sepse kam thonë edhe më herët, Zotri Kurti... Edhe njëherë të lutëm, këto do doja çfarë pret? Pres nga zonja Osmani. Pres nga zonja Osmani, ti publikoj këto gjerimet që i kam, që tha Alta Albinit me Vučićin, dhe presa do ta publikoj rastin Banjska jo, sepse ajo ka telefonuar shtëpinë e bardhë në orët e mëngjesit të hershme. E kam thonë edhe më herët se Zotri Kurti direkt ose indirekt ka pas gisht në rastin Banjska, sepse ka ditë 4 ditë përpara, kur e din njeri 4 ditë përpara dhe hesht këtu ose ke diçka me ta ose je pjesa e atij planit, se është gjuna me të vëra ty polici i Kosovës, kur e din çka është të ndodhur në atë vend. Dhe unë pres që këta mi publiku ato, sepse në informatat që i kam, në dokumentet që në gjetë, brenda në kishën e Banjskës aty flitej që ka pas më bë 4 atentate. Një në Fushë Kosovë, që ka qenë diku në rrugën Dardania edhe në një rrugë tjetër, një në Prishtinë, një në Pej dhe një në Prizren, që të aneksohej Mitrovica. Dhe kështu që në pres prej 2 protagonistëve që kanë qenë aty, se çka ka ndodhur me të vërtetë edhe pse ka qenë heshtja e prokurorisë, pse ka qenë heshtja e gjykatës, dhe vetëm zonja Osmani ka dalë në skenë duke thonë e kam telefonu shtëpinë e bardhë dhe kam shpëtu Kosovën. Pres me dalë këtu informata prej të dyve, me tregu këtë realitet që sa ka pos gisht Kurti aty, edhe pse është boja pjesë. Sepse është ra polici brenda pa as... Së ne përshkru njeri. Kur e din ti në shtëpinë tonë çka po ndodhet, s'po ndërmërmosa, si mund është me thonë kësaj pune? Kryziu, në këto zgjedhje nuk po kandidon, në fakt, nuk u bë pjesë e listës së PDK-s, bashkëvendas juaj një figurë e njohur politikës, një strateg dhe luftës, zoti Fatmir Limaj nga nisma social-demokrate. Si është në rolin e tij në këto zgjedhje? Zotri Limaj do të na mbështes, sepse është
pjesë e Partisë Demokratike. E ka thonë edhe 100 herë edhe vetë se zemra ime është PDK. Pavarësisht proceseve të kalume, unë vi nga një familje që kena pas gjithmonë pajtimet e në gjak, ku e kemi edhe kushërinin tonë Gjevat Kryzion, që është edhe pris i tyre, edhe vetë kam qenë gjithmonë me qenë të unifikum, të bashkum, dhe dëshira e emja ka qenë që t'jemi të bashkum, që gjithë së bashku ta mposhtim këtë keqje, ta largojmë këtë keqje prej venit. Sepse me votat e Limës, ne kemi pas mundësi edhe 7 deputet plus. Po jam i sigurt në mbështetjen e zotrit Limaj, që ata 7-8 deputet do t'i kemi përsëri plus. Limaj thu do t'ju mbështes. Limaj... Edhe ju personalisht e pritni. Limaj do t'na mbështet që thot populli hakikat. Do t'a jep mbështetjen sikur të ishte vetë në listë. Këtë e kam të sakt, të sigurt, se zotri Limaj do t'na mbështet, do dalë në fushatë, do t'jetë pjesë e fushatës së Partisë Demokratike të Kosovës deri në fitoren e saj me 7 qershore. Gjitallon e fundit, 28 vjetori i vitit kaluar me këto zgjedhjet të 7 qershorit për ty. Cilë dallimi? Jeme shumë entuziast, me pak entuziast? Jo, entuziasmin e kam të njëjtë, vetëm për 28 vjetorin, unë për popullin kam qenë ndryshëm. Sepse pjesa më e madhe shoqërisë në atëherë nuk disa kanë menduar që s'kam besuar që kam higarës për politikë, pastaj pas takimeve tash 6 muaj të rregullta me ta, kam marrë një mbështetje edhe më të madhe që besoj se 100% do të jem pjesë e parlamentit. Edhe do të jem pjesë e ndryshimit të krizave ekonomike këtu, që do t'ja kthej një mirëqenie dhe një buzëqeshje të gjithë popullit tonë. Kështu që Mirëqenie, buzëqeshje. Buzëqeshje se njëri kur të është i lumtur, i ka të gjitha. Neve na mungon lumturia, na popullin e kena në depresion. Kem depresion se çmimet shtrejtohen për ditë. Kështu që duhet me hi dikush me rregullua aty. Optimist po duhesh. Jo optimist, po është realist. Kështu është realiteti. Gjanat kanë ndryshu. Dasma ka fillu. Na jem fitues të zgjedhjeve. Kështu që kem edhe për krajën e zotrit Limaj, kem edhe për krajën e të gjithë ish akterëve të cilët kanë dhënë ndërheqje nga politika kësaj radhe, janë të gjithë për një. Në një zë je i sigurt? Me një zë jemi që të gjithë bashkë, sepse do ta festojmë 20 korrikun së bashku, ku presim edhe rikthimin e ish presidentit ton, ish themeluesit të Partisë Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe ish themeluesin e këtij shtetit, zotrin Thaçi, së bashku me shokët e tij, pa harruar edhe mikun tim Kadri Veseli, që për të cilin duhet edhe me lëviz vendi, se ka bërë shumë për këtë vend, së bashku me mikun e familjes sime Jakub Krasniqin, ashtu edhe shokun e luftës familjes tonë zotrin Rexha, dhe mos harrojmë edhe Calin i cili edhe ai po bëhet padrejtësisht atje, së bashku me Pjetër Shalin e me të tjerët, sepse këtë gjykatë është gjykatë politike, edhe vret nga eurodeputeti. Zgjedhjet po marrën një pritje festive që keni përkthimin e tyre nga një proces siç është vlerësuar me drejt, edhe nga kritiket i pa drejt dhe i turpshëm me raste. Fes përkthimin e tyre, fes për fitoren politike, thu. Fes sepse vetë deputeti Gjerman doli dhe tha duhet m'ja ushty vendimin. Se cili do vendim që do t'jetë për ta, dhe do t'a kem Kosovën me trazira. Tha qofshin tha për gëzim, qofshin për idhnim, tha do t'kem tha ndryshim edhe trazira në Kosovë. Kjo ta tregoj sakt se Gjermania ka gisht në këtë gjykatë politike. Sepse ishte vetë eurodeputetit Gjerman që e shtyu këtë vendim të gjykatës speciale, vetëm për arsye që t'i bënte favore vendasit ti, sepse unë po i them tash vendasit tina prej momentit shtymit zotrit Kurti. Se zotri Kurti ka qenë një projekcion Gjerman që ka ardhur këtu me realizu planin franko-gjerman, damjen e Mitrovicës. Andaj edhe kjo ka qenë e qëllimshme dhe krejt këto vjetë kanë qenë të qëllimshme, sepse po të ishte Hashim Thaçi këtu dhe Kadri Veseli, së bashku me Krasniqin, kur nuk do të ndodhte ndamja e Mitrovicës. Po e kemë bajt me zër, e kemë bajt me gjyks këtë Mitrovicë që e kemi këtu komplet verion, dhe besoj se me 20 korrekt kur do të vim ne do të kemë 2 fitore. Edhe fitoren e zgjedhjeve të 7 qershorit
dhe fitoren që tregon se lufta jonë çlirimtare ka qenë luftë e pastër. Luftë e pastër si loti për mbrojtjen e atdhejot tonë. Se na prej shtëpiave s'kem ku më shku. S'kem ku më shku. 2 festa. 2 festa, 2 gëzime për atë ditë. Kështu që ne do të jetojmë edhe një 10 herë më të lumtur. Do të punojmë edhe një 20 herë më shumë për hir të 2 festave. Kështu që do të dhojmë edhe atë çka s'kem mujt me dhonë asnjëherë njerëzën e fundit që vetëm me çu këtë vend aty ku i ka hije. Dhe aty ku e meriton. Aty ku do me pas çdo qytetar fëmijën e vet me rrit në kushtet më të mira të mundshme të botës. Sepse për ide, për projekte, për zhvillim jemi të parët. Pse mos bëhemi bashk dhe ta lëmë atë krenarinë e bona unë i pari, po ta ndërtojmë gjithë këtë vend, në tojmë gjithë e kemë bë bashk. Kur ke mundësi me bë ata. Dhe unë besoj se gjithë bashk kësaj radhe që jem në Partinë Demokratike të Kosovës, do t'ja dalim dhe do t'a bëjmë diçka që nuk është bërë asnjëherë më parë këtu. Do të ketë një mrekulli se me 4 miliard të tregova e kemi ndërtuar mbi 200 shkolla, mbi 220 km autostradë. Kështu që do të kemi zhvillime të jashtëzakonshme. Zhvillime që nuk do t'ja merr mend askujt që do të bëhen. Sepse njerëzit që s'kan ide, s'kan vizion, ata gjithmonë thonë, jo s'bëhet, jo s'di, çysh m'ja nis, çysh m'ja bë. Kështu që votën do të m'ja dhon vetëm atina që i ke thonë gjithmonë puna marr. Nuk do të më dhon vot dikujt që shkon në parlament vetëm me marr rrogën. Nuk kushtoj për vot. Nuk kushtoj për vot. Votën do të më dhon atina që të kryjm punë, atina që mendon për vend. Kështu që unë besoj, Detajet, po. Besoj shumë se do të kemi një ndryshim të madh në Parlamentin e Kosovës, do të ketë një risi. Pavarësisht këtyre sondazheve të paguame, duhet vendosjes që po nxjerrin numrat Hera ashtu Bilenioni tha Partia Demokratike tha s'ka me kalu as pragin. Thash është e vërtetë se jena të luftu për prag të vendit parë. Thash se jo për ato thash që po tani me 5%, thash po leni ato hajgare thash se edhe kinesja kishin nisë me votu prapë aty në klikime. Kështu që në çdo postim të Albinit më shumë i ki 8-9.000 votues të Kinës aty që ja bëjnë like se sa Kosovës. E kështu që ato janë hajgare tyre që kanë filluar mi bë sondazhet edhe me ndjell frikën e me thonë se na dojna mi marr kaq, na dojna mi marr kaq. Ti po të 51% s'bone kur gjë. Edhe po të 51% që 6 vjet. Për çka ka dënë? Çka ka dënë? Kështu që unë besoj se populli ka ndryshuar dhe kjo përqindje ndoshta jo 51%, po të parë do të jem 100%. Partia Demokratike do të jetë fituese e këtyre zgjedhjeve, sepse ka 2 festa, në 7 qershor dhe në 20 korrik. Do të investojmë të 2 festat prej vendit parë. Kaq ishte koha për këtë intervistë, detajet e planit të konceptit elektoral të platformës elektorale në një emision tjetër. Faleminderit zoti Kryezi. Unë i ftoj të gjithë me shiku fushatën nga e diela e mas, sepse do të kenë vizione dhe ide ekskluzive që nuk janë pa në asnjë herë, ndoshta edhe në asnjë vend botës deri më tani. Kjo fushat ekskluzive që do të jetë enkas e krijuar për Partinë Demokratike dhe mu si kandidat 103, ku do të zotohem që do t'i mbajet gjitha ato projekte, nëse do të më dhojnë mundësien populli, fillimisht, mu dhe partisë time, se jo vetëm të jemi deputet, po të jemi fitues tyre zgjedhjeve, të gjitha ato që do t'i shohin nga dita e diel, deri në datën e 7 qershorit, zotohem se do t'i kryjmë ato punë 100%. Dhe i ftoj, jo vetëm miqtimi, po i ftoj gjithë popullin shqiptar që t'i shikojnë videot një për një, në detaje ta ndëgjojnë mesazhin e tyre, ta ndëgjojnë se si mund bëhet edhe si s'është bë. Do të shohin diçka që nuk është po asnjëherë më parë. Kështu që i ftoj me shiku, i ftoj me pëlqy faqen time dhe mi pa të gjitha ato projekte të cilat i ka përgatit tashmë ekipi im. Sepse unë në këtë zgjedhje nuk jam vetë. Kam ekipin tim, kam ekipin Kogjatë Xherum, që i falenderoj për mundin, për sakrificën që po e bëjnë edhe për dorimin se nga njëherë unë edhe shtir jam, nuk jam se kërkoj me kry punë sakt, nuk ka aty me bojgare me ftyrë. Se nuk na shtin askush me zarë me thonë thëj edhe bënë qështë.
kur të themi do të me majtë, kështu që deri tani çka kom thonë e kom majtë, edhe kom bo, edhe i kërkoj faljen ndoshta nga një herë, po puna do të më kry sakt, sepse ke marrë një përgjithësi edhe kjo është përgjithësi me hy venit edhe me përfaqësu popullin. Nuk është kjo hajgare veç me marrë aty edhe me shku me nejnë telefon me prit kush po ta jep detyrën. Kështu që na kena marrë detyrë për me hy edhe me hecë me shty proceset përpara. Ju falenderoj gjithë ekipin tim që është mbi 100 veta që më duke na ndihmu. Është diçka jashtëzakonshme, vetëm takimet e mëngjesit janë mrekullueshme. Ka po shkojmë sot, si po e kryjmë sot, si po ja bëjmë sot. Unë po i them, punojmë 3 herë sot, që nesër punojmë 6 herë. Ku me gjetë energjien? Energjien duhet me gjetë të 20 korriko, që mi bu krenar shok tonë, shtirimtar tonë, që kur t'vinë me 20 korrik, me na po si duhet. Andaj, gjithë bashk, juftoj edhe ekipe tjera, partisë tonë, të punojnë kështu si ne, që t'jem të gjithë bashkum, të unifikum dhe me 20 korrik t'i presim heroj tonë si është mësë miri, që t'i festojmë 2 festa. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, ka që ishte koha e kësaj interviste me kandidatin për deputet zotin Qendrim Kryeziu, i cili mban numrin siç e kishte me 28 dhjetor, në zgjedhjet pashtu të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit vitit kaluar, mban numrin 103, ende nuk jemi në kornizën kohore të dedikuar për të fushat të fokusuar zgjedhore me programe konkrete. Nga djela tutje kur fillon fushata jemi me zotin Kryeziu dhe me natyrisht me kandidatët e tjerë. Faleminderit që na ndosët. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.